Ktu jemi në afërsitë të shkollës Telindini, në kopshtin që gjendet pranë kësaj shkolle. Pikërisht në këtë vend është tentuar që të përdornohet 2 fëmijë të moshës 6 vjeçare. Nga 2 në një farë mënyre jo bashkëmoshatar, por adoleshent, të cilët ishin 14 dhe 11 vjeç. 2 fëmijët kanë qenë pjesë e një grupi prej 4 fëmijësh të tjerë, të cilët po luanin pranë shtëpisë së tyre. Loja ka shkuar dhe janë afruar, pra deri pranë shkollës. Aty janë afruar 2 personat, pra 14 vjeçari dhe 11 vjeçari, i kanë njohur fillimisht me pretendimin se do luanin dhe më pas i kanë marrë forcërisht në këtë pikë. Kanë qenë të tmeruar fëmijët. Në atë kohë që erdhën me lajmëruan mua, qante dridhesh fëmia, kishte marrë frikë shumë. Ai kishin raur, i kishin marrë zvarr, futur mbrapa kopshtit andej, i kishin xheshur, snipi asaj, se në një klasë janë, ai kishte rënë dhe pa ndjenjë në shesh. U kishin ndezu cigar, o do pini cigar, o s'ka. Në mënyra se si mu paraqit, me zimer të frym, dhimja ishte këtu në gjoks, ajo këmza e pandallonave ishte ngritur, edhe nga mbrapa ishte me fije bari. A fytyra, kjo pjesa këtu ishte qelluar duke. O nëna tha mua, tha, më bën llafe turpja, tha, kush more biri, tha, shumë kush? Tha, ishin 2 djemë të rritur, tha, pyes djalin që i nje, jo, më tha, mua nuk i njoh, tha, por dita që janë të shkollës tonë, tha, këtu. E jema ku është? E jema ka 7 muaj që i ka braktisur. Biles ata i kishin thënë që djalit tim që i merr dhe një 2000 lekëshe në shtëpi. Edhe merr 2000 lekëshe, prandaj ndoshta djalin nga kjo ka hezituar dhe ata i kanë qelluar. Edhe pse është një kopësht, pas të oborrit ne shikojmë shenja duhani, kjo është një filtr cigare, ku është tentuar që të kryhet marrëdhënie me të 2 fëmijët. Fatmirësisht sipas mjekëve, kjo gjë nuk është arritur dot. Në dëshminë e 14 vjeçarit, i cili është i vetmi që po mbahet në ambientet e komisariatit, fillimisht është thënë se nuk ka pasur një dhunë apo tentativë përdhunimi, por më pas është pranuar çdo gjë. Për sa i përket 11 vjeçarit, ai ishte lënë i lirë në hetim në gjendje të lirë për shkak të moshës tepër të mitur.